Disa këshilla që dua t'i paraqes tek gjithë teleshikuesit tanë, në veçanti tek rinia jonë, para se të kërkojnë punë dhe kurdo që gjejnë punë, si ta ruajnë atë punë, janë këto. Fillimisht, mundohu ta shfryzosh çdo pushim sezonal. Jo vetëm veror, por edhe javor. Gjithë studentët që kanë mundësi të punojnë, është më mirë që ata të angazhohen personalisht. Pra, gjatë sezonit të verës, apo dhe gjatë sezonit të dimrit, por dhe pushimeve javore, është mirë që të punojnë diçka, që të aktivizohen, sepse kësaj do ta krijojnë kulturën e punës në jetën e tyre. Por edhe do ta njohin dhe do ta ndjejnë përgjegjësinë e të fituarit vet. Do të jenë shumë më të përgjegjshëm për jetën e tyre. Do të bëhen të pavarur nga të tjerat. Pastaj edhe do ta ndjejnë këtë para, këtë profit që ata e fitojnë me kënaqësinë më të madhe, nga se ajo që fitohet vetvetiu dhe shpenzohet vetvetiu është çdo herë më e kënaqshme se sa ajo që fitohet dhe shpenzohet nga të tjerat, apo që përfitohet nga të tjerat. Pastaj zhvilloje veten me njohuri kompjuterike, gjuhësore, zejtare e të tjera. Pra, krahas shkollimit, mos thuaj kjo më mjafton. Jetës nuk i dihet. Zakonisht planet në jetë nuk dalin sipas parashikimeve tona. Ndodh që të jetë krejtësisht ndryshe. Dhe ajo çfarë neve na mbetet është aftësia, zotësia, përvetësimi i njohurive të shumta, sikur si janë tani kohëve moderne, pra aftësia kompjuterike, mësimi i gjuhëve të shumta, pastaj edhe njohja e ndonjë zeje të caktuar. Kjo është shumë e rëndësishme në jetë. Në rastet ku planet tona jetësore mund të dështojnë, atëherë ajo që neve na bën gjallë, na bën aktiv dhe na siguron një mirëqenie, qoftë edhe minimale jetësore, është pikërisht kjo aftësi që ti e ke, qoftë nga njohja kompjuterike, qoftë nga ndonjë gjuhë huaj që ti e di, apo edhe nga ndonjë zeje që ti e ke përvetësuar. Më parë ka qenë praktik e familjarëve të mëhershëm, të mëparshëm, që spaku dikë nga familja e tyre t'i çojnë tek zejtarët të mësojnë një zeje, një zanat. Si thonin ata, zanati qirak nuk të bën, por pa idare nuk të lën. Dhe kjo është mëse e vërtetë. Një zanat që ti e përvetëson herë do kur do të përfitosh prej tij. Pra do të bësh i pavarur nga të tjerët. Ngritu gradualisht, por me hapa të sigurt, dhe mundohu që të specializohesh në diçka specifike. Çdo ngritje vije gradualisht, çdo sukses vije gradualisht. Nuk duhet t'i ngutim hapat e profesionalizmit. Si në shkollë, po ashtu edhe në punë. Dhe mundohu që të specializohesh në diçka specifike, sepse të gjithë pastaj do të kërkojnë ty. Për shembull, rregullues të telefonave ka shumë. Mirë po, rregullues të kamerave të telefonave nuk janë shumë. Nëse bësh ekspert i rregullimit të kamerës së telefonit, ti bësh specialist për atë punë. Dhe të gjithë të tjerë do të kërkojnë ty, madje edhe vetë rregulluesit të telefonave. Ky është një shembull i thjeshtë. Por shembullë kësaj edhe me lëmi tjera, edhe me zanate tjera, me punë tjera. Mundohu që ta specializosh një çështje për të cilën do të bëhesh i nevojshëm tek të gjithë. Ji bindës në kërkim të punës. Kërko kushtet e arsyeshme të punës dhe kuptoje realitetin vendor. Kur të shkon për të kërkuar punë, ji bindës në kërkimin e punës. Mos thuaj thjesht po e provoj. Kur të shkon tek punëdhënësi, sa më bindës që t'jesh, aq më lehtësisht do të gjesh punë. Pastaj kërko kushtet punës, por le të jenë të arsyeshme. Njihe realitetin e vendit. Nuk mund të kërkojmë kushtet punës, pra kushte zvicerane në Kosovë. Sikurse nuk mund të kërkohen kushte kosovare në Zvicër, nga se realitetet janë të ndryshme. Dhe ne duhet jemi realist. Gjithë kemi dëshirë që të punojmë punë profitabile me paga të majme, por realiteti është ky që është. Por në anën tjetër as mos lejo që të nëpërkëmbesh, që të shkelet haku e drejta jote. Kërkoj kushtet e tua në bazë të aftësive dhe mundësive që ti ke dhe në bazë të asaj që ti mendon se mund t'i ofrosh një kompanie apo një punëdhënësi. Jini të sinqert në kërkimin e punës dhe përmbajuni rregullave të Zotit, sepse puna është adhurim, është ibadet. Kur të shkon për të kërkuar punë, ji i sinqert në kërkimin e saj. Përmbaju rregullave të Allahut, sepse
Puna është adhurim. Përmes punës mund ta fitosh kënaqësinë e Allahut, por dhe përmes punës mund ta fitosh edhe hidhrimin e Allahut. Prandaj respektimi i rregullave të Zotit bën që puna jonë të jetë e begatshme. Bën që puna jonë të na sigurojë mirëqenie si në këtë botë, po ashtu në botën tjetër. E jo rrallëherë ndodh që edhe puna të bëhet shkak i lumturisë sonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ji bamirës dhe kualitativ do t'i imponohesh edhe armikut. Këto janë dy prej parimeve në jetë, me të cilat mund t'i imponohesh edhe atij që të urren nesër. Kur ti je bamirës, përmes bamirësisë sate, ti çdo zemër e përfiton. Edhe zemën e atij që një ditë ka urrëtur. Edhe zemën e atij që një ditë të ka penguar, që ti të mos kesh sukses. E ajo që nuk zgjidhet me bamirësi, zgjidhet me kualitet. Kur ti je kualitativ në punë, beso që gjithë do të kërkojnë ty.